Presidenti i Republikës Bajram Bekaj ka bërë një thirrje për pjesëmarrje të gjerë dhe qytetare në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Në një deklaratë publike, kreu i shtetit analizon rëndësinë e këtij procesi si një provë pjekurisë demokratike për qytetarët dhe politikën shqiptare. Të gjithë së bashku mund ta kthejmë këtë proces në një shembull të qytetarisë, të transparencës dhe pjekurisë demokratike. Demokracia nuk është thjesht një ditë votimi, është një angazhim i përditshëm që nis me pjesëmarrjen dhe kulmon me përgjegjësinë. Sipas presidentit, zgjedhjet e 11 majit nuk janë thjesht një akt formal, por një mundësi për të forcuar besimin e shtetit dhe institucionet. Vetëm përmes një procesi zgjedhor të ndershëm dhe të besueshëm, ndërtohet besimi i qytetarëve të shtetit tek institucioni i votës dhe te veteardhmja demokratike e vendit. Bekaj kujtoi institucioneve detyrimin e panegociueshëm për të garantuar zgjedhje të lira dhe të qeta, që i shërbejnë vetëm interesit publik. Ai përmbyll thirrjen e tij me një mesazh besimi për qytetarët shqiptar. Unë besoj thellësisht se populli shqiptar meriton më të mirën, meriton një proces zgjedhor që përfaqëson vullnetin tuaj të lirë, që respekton ligjin dhe që i shërben vetëm interesit publik.